I ftohti acar dhe ngricat kanë sjellë dëme të shumta në sektorin e bujqësisë në Lezhë. Me 10 hektar prodhime në sera janë dëmtuar nga temperaturat e ulta, të cilat arritën disa gradë nën zero. Ky fakt është bërë ditur nga drejtori i bujqësisë në Bashkinë e Lezhës, Gjovalin Gjeloshi, por sipas tij njësia vendore nuk ka fonde për t'i dëm shpërblyer fermerët e prekur. E gjithë bimësia pothuajse ka qenë e dëmtuar. Pse? Sepse temperaturat edhe brenda ambientit të serave ranë në nivelin zero. Por ne si bashki nuk e kemi as forcën financiare, as mundësit, por ne thjesht kemi bërë evidentimin e këtyre dëmeve, i kemi takuar këta fermer, jemi njohur me dëmet që janë shkaktuar, dhe jemi munduar që t'japim këshillat tona në të ardhmen. Në të gjithë territorin e Bashkisë së Lezhës, sipërfaqja e serave, prodhimet të cilave janë dëmtuar është afro 5 hektar, pjesa më e madhe ndodhet në zonën e Elsadrimës.